LSI ka paraqitur prej një viti në kuvend projekt ligjin për kujdesin ndaj moshës së tretë. Një projekt ligj i standardeve europiane që ofron moshës së tretë në vendin tonë shërbime sociale të garantuara nga ligji. E kemi realizuar këtë projekt ligj pas një pune shumë këmbëngulëse me sindikatën e pensionistëve. Kemi marrë vlerësimet më të mira nga grupet parlamentare për këtë projekt ligj, por çuditërisht ky projekt ligj në mënyrë antidemokratike dhe në kundërshtim me gjithë procedurat parlamentare nuk vendoset për debat dhe aq më tepër për aprovim, sepse demagogu Berisha kujton se mund të gënjej dhe mashtroj moshën e tretë në Shqipëri me një shpërblim të papërfillshëm që jep gjatë vitit të ri dhe jo vetëm dhe jo duke aprovuar një ligj që është i detyrim, jo vetëm moral, jo vetëm shoqëror, por edhe ligjor, sepse Shqipëria ka nënshkruar Konventën e Madridit për moshën e tretë dhe Shqipëria ende nuk zbaton asnjë detyrim që rrjedh nga kjo konvent. Është po kjo qeveri e cila në mënyrën më të padrejtë ka mohuar statusin e ushtarakut, të cilin kur ishte në opozit e votoi dhe kur erdhi në pushtet e anulloi. Dhe jo vetëm kaq, por kundërshton vendimin e gjykatës kushtetuese që njeh të gjitha të drejtat që u takojnë nga ligji që ka miratuar Parlamenti në vitin 2005 për statusin e ushtarakët. Ndaj ne jo vetëm do të vazhdojmë të mbrojmë të drejtat e ish ushtarakëve, një nga kategoritë më dinjitoze dhe më të përkushtuara ndaj adheu dhe shoqërisë sonë, por do të punojmë që ky ligj pas fitores në 28 qershor të zbatohet, sepse ky është një detyrim për ata njerëz që kanë sakrifikuar për dekada të tëra në shërbim të adheu. Për fat të keq, çdo ditë dëgjojmë lajme të këqija për minatorë që humbasin jetën, të cilët jetojnë në kushte tepër të vështira, të cilët vuajnë nga sëmundje profesionale, të cilët kanë hyrë në greva urie, por ndaj të cilave kryeministri Berisha ka qenë tërësisht i shurdhët. Ndaj Lëvizja Socialiste për Integrim, jo vetëm që ka bashkëpunuar me ta, jo vetëm që mori përsipër të propozojë statusin e minatorit, por dëshiron të shprehë edhe një herë tjetër vendosmërinë e saj për të bashkëpunuar në mënyrë që Parlamenti i Shqipërisë dhe qeverisja e ardhshme të vlerësojë kontributet dhe sakrificat e këtyre njerëzve të cilët kanë bërë gjithçka kanë mundur për dekada të tëra në mënyrë që jo vetëm të prodhojnë, jo vetëm të eksportojnë, por të mbajnë aq sa ka qenë ekonomia jonë kombëtare për dekada të tëra me sakrificat e tyre, por edhe me jetët e tyre. Refuzimi i gjithë këtyre iniciativave që unë përmenda deri tani ka treguar thelbin antisocial dhe demagogjik të qeverisë Berisha ndaj Lëvizja Socialiste për Integrim. Jo vetëm që ka bashkëpunuar me ta, jo vetëm që mori përsipër të propozojë statusin e minatorit, por dëshiron të shprehë edhe një herë tjetër vendosmërinë e saj për të bashkëpunuar në mënyrë që Parlamenti i Shqipërisë dhe qeverisja e ardhshme të vlerësojë kontributet dhe sakrificat e këtyre njerëzve të cilët kanë bërë gjithçka kanë mundur për dekada të tëra në mënyrë që jo vetëm të prodhojnë, jo vetëm të eksportojnë, por të mbajnë aq sa ka qenë ekonomia jonë kombëtare për dekada të tëra me sakrificat e tyre, por edhe me jetët e tyre. Refuzimi i gjithë këtyre iniciativave që unë përmenda deri tani ka treguar thelbin antisocial dhe demagogjik të qeverisë Berisha, ndërsa ndërmarrja e këtyre iniciativave nga ana jonë dhe propozimet që ne kemi bërë kanë treguar karakterin social të Lëvizjes Socialiste për Integrim.
ne jemi të vendosur që pas fitores sonë në zgjedhjet e 28 qershorit, këto iniciativa të zhndrojnë ligje dhe të zbatohen me prioritet nga qeveria ardhshme progresiste, sepse duam të kthejmë këtyre njerëzve me ligj dinjitetin e merituar për punën, kontributin dhe sakrificat që kanë bërë për shoqërinë tonë, sepse jemi të bindur që pa kohezion dhe solidaritet social nuk mund të ketë integrim evropian. Po me të njëjtën përgjegjësi dhe konstruktivitet, duke qenë i shqetësuar për mbarvajtjen e punëve në qytetin dhe kryeqytetin tonë Tirana, do të kërkoja këshilltarëve të LSI-s që të mos i rreshtin përpjekjet e tyre për dialog konstruktiv me kryetarin e Bashkisë së Tiranës dhe grupet e tjera të këshilltarëve për të reflektuar shqetësimet mbi problemet që përmban projekt buxheti i Bashkisë së Tiranës, si dhe do të ftoja kryetarin e Bashkisë, për të cilin i kemi kërkuar votat qytetarëve të Tiranës që të respektojë ligjin, të respektojë Këshillin Bashkiak dhe të bëjë transparencën e duhur për destinacionin e taksave që paguani ju dhe të gjithë qytetarët e Tiranës dhe të mos e politizojmë më në mënyrë absurde këtë çështje duke dëmtuar interesat e qytetarëve. Mungesën e drejtanishme të transparencës për destinacionin e parave të taksa paguesve të kryeqytetit, ai nuk mund ta fshehë me akuzat të rëndomta për gjoja bashkëpunim Meta Berisha kundër qytetit të Tiranës. Kjo është një prallë e cila vërtet është për të ardhur keq, që vjen nga kryetari i Bashkisë Tiranës, i cili e di më mirë se kushdo tjetër se cilat janë kontributet e mia për të ndryshuar faqen kryeqytetit në vitin 2000 dhe 2001, duke ndihmuar dhe mbështetur atë dhe duke i dhënë edhe shumë merita të qeverisë Meta, kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Po të ishte për Ilir Metën dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, Sali Berisha do të kishte ikur nga pushteti që ditën pas tragjedisë së Gërdecit. Por ishte për fat të keq Zoti Rama, që jo vetëm e shpëtoi Berishën nga largimi, por edhe e mbiforcoi në postin e kryeministrit me ndryshimet kushtetuese që i dhuroi në natën e zezë të 21 prillit. Nuk ishte Ilir Meta dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ata që do psuan rolin e presidentit të Republikës, duke kufizuar kompetencat e tij dhe duke goditur pavarësinë e drejtësisë dhe të gjithë institucioneve kushtetuese në vend në favor të forcimit të pushtetit të Sali Berishës. Nuk ishte Ilir Meta dhe LSI që i dhanë Sali Berishës ligjin për prokurorin. Nuk ishte Ilir Meta dhe LSI që bashkëpunuan me Berishën për të bërë një kod zgjedhor kundër Partisë Socialiste apo të Majtës dhe kundër të gjithë shqiptarëve. Jo, ishte kundërta. Për një vit me radhë, Zoti Rama u vu në bashkëpunim nga Zoti Berisha dhe kapituloi përpara tij për fat të keq, duke sjell dëme shumë të mëdha në të gjithë sistemin kushtetues dhe institucional në vend. Jo vetëm kaq, por të gjithë sot, pas një viti, po të kthehemi angazhimeve të jashtëzakonshme të leadershipit të PS-së përpara shqiptarëve, se me Berishën do bëheshin reforma të mëdha dhe të jashtëzakonshme, se boshti PD-PS ishte boshti patjetërsueshme që do të çonte përpara Shqipërinë. Mund të bëjmë një bilanc. Çfarë reforme u bën në Shqipëri? Çfarë institucionesh u forcuan në Shqipëri? Çfarë goditje u dha kundër korrupsionit në Shqipëri? As firmat nuk na dhanë deputetët e Partisë Socialiste për të ngritur komision parlamentar për të hetuar tragjedinë e Gërdecit.